Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falënderojmë, atë e madhrojmë, për ti ndihmë dhe falë kërkejmë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, vazhdojmë me emision Internet Fetva. Emision i cili është zgjedhur që të jetë një dritar e komunikimit me ju. Emision ku mundohemi t'u japim përgjigje të sakta dhe të shëndosha pyetjeve tuaja. Emision ku mundohemi t'u japim udhëzime nevojave dhe problemeve që keni. T'u japim këshilla aty ku ka nevojë për këshill. Elusim Allahun që vazhdimisht na jep bereqet në përgjigjet tona dhe të jenë të dobishme për ne, ju dhe ne që përgjigjemi në këtë botë dhe ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Pyetja e parë në këtë emision thotë kështu: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Kush sulmohet më shumti nga xhenët, besimtarët apo jo besimtarët? Qofse ka mundësi sqarime më të gjerësishme për këtë punë dhe si të mbrohemi prej sulmit të tyre. Nuk ka ndonjë përcaktim fetar se kush sulmohet më shumë prej xhenëve. E para, e dyta, xhenët nuk duhet të sulmojnë askënd. Ata janë botën vete. Njerëzit janë botën vete. Mirë po, ashtu sikur se njeriu do të jetë human dhe mos jetë agresiv, e dhunon, e dëmton njeriu tjetër, ashtu edhe gjinat bën agresiv dhe dhunshëm ndaj gjinëve dhe ndaj njerëzve. Dhe kjo ndodh për shkak të rebelimit të tyre karshi urdhnave të Zotit dhe mësimeve dhe obligimeve që kanë ata në këtë botë. Pra, nëse ndonjë gjin e sulmon ndonjë gjin tjetër apo njeri, këtë e bën për shkak të mos respektimit të urdhnave të Allahut subhanahu wa taala. Dhe sulmon edhe besimtarët edhe jo besimtarët. Mirë po te besimtari kjo hetohet në kuptimin që nëse një gjin e sulmon besimtarin, synon me këtë sulm dobësimin e imanit të tij dhe largimit të tij nga adhurimet e Zotit. Dhe kështu që kur sulmohet një besimtar, gjen vështirësi për abdest, gjen vështirësi për namaz, gjen vështirësi për lexim të Kuranit, gjen vështirësi për dhikr, për mendje të Allahut e kështu me radhë. Andaj te besimtari shihet manifestimi i sulmit. Kurse te jo besimtari ndoshta ka shqetësim shpirtënor, ka pagjumësi, ka çrregullime në jetë, mirë po nuk shihet shumë në këtë punë të adhurimit. Dhe për këtë shkak domthon vërejt te besimtari ai që nuk vërejt te jo besimtari. Dhe si të mbrohemi prej sulmit të tyre. Besimtari ka shumë lehtë. Beson Allahun fuqimisht dhe i mbështetet atij. E adhuron Allahun në të gjitha format që ai ja ka mësuar. Rrin me abdest vazhdimisht, e fal namazin, largohet prej harameve, lexon Kur'anin, e përmend Allahun subhanahu wa taala. Pra këto janë format më të sigurta dhe më të vërteta me të cilat mund të mbrohet njeriu. Hajmalit, gjinxhit, bashkëpunimi me gjina, këto janë forma të ndaluara dhe që e shtojnë problemin dhe nuk e paksojnë atë. Nëse ndodh një qetësim i momentit, do të vinë të lashet edhe vrulli i tyre ma tutje ma vonë. Dhe për këtë shkak, njeriu që ka hall të sihrit, magjis apo të e gjinave, apo graku që themi në gjuhën tonë, ata shpesh herë mundohen të gjejnë ilaçe të shpejta. Dhe duke kërkuar ilaçe të shpejta shkojnë te gjinxhit dhe fallxhort dhe ata në vend se të shërojnë i semurin edhe më shumë. Dhe ata mendojnë se për momentin janë të qetë, e kaluan problemin dhe kjo nuk është e saktë dhe vështirë, edhe e vërtet, e saktë dhe vërtet është që të gjejmë ilaçin në Kur'an dhe Sunet pejgamberit e sa dhe tek ata njerëz që punojnë me Kur'an dhe Sunet edhe jo me gjëra që nuk kanë bazë në fe, dhe normalisht kërkon pak një sabër dhe durim, është një proces pak sa më i gjatë, por është i sigurt me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Pyetja më radhë ashtu: Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam dëgjuar një ligjërat të profesor doktor Shefqet Krasniqit, në të cilën thuaj se qadaja dhe kaderi mund të ndryshohet me dua të forta. Gjithashtu kam mbajtur në mend se ceke edhe puna se si takon në qiell qadaja me duan, e nëse është duaja e fortë, ajo mbërrin në qiell më shpejt se kaderi në tokë dhe atëherë
ty një e keqe për shembull nuk të ndodh. Bëhet fjalë këtu për shembull kur një besimtar lutet që Allahu ta ruaj nga të këqijat ose nga lëndimet fizike apo diçka të tillë. E jo për shembull diçka absurde të lutet mos të vdes ose diçka të tillë. Kisha pasur dëshirë të di se a është kjo e mundur dhe nëse po, a është e mundur që dikush të më tregojë se si duhet të bëhet ai dua apo ku mund ta gjej atë dua. Fillimisht shumë gjë e këndshme dhe bukur fakti që ju përcjellni ligjëratat e hoxhallarëve dhe këtë rast konkretisht domethënë ligjëratat e hoxhës së nderuar doktor Shefqet Krasniqi, i cili është do thot i palodhshëm në fushën dhe mejdanin e thirrjes islame. Allahu i dhash bereqet dhe ja çel dyert e xherit dhe ndihmoft në punët e xherit. Është mjaft i pranishëm në emisionet e ndryshme të radios, të TV-s, me shkrime, do thot në vizitat e vendeve të ndryshme me tribune kështu më radh, në xhamin e tij gjithashtu, e lutem Allahun t'i jap xhejr dhe bereqet dhe të ruan nga çdo sherr i njerëzve që bartin sherr, edhe nga çdo e keqe e veprave apo nefsit të keq. Pastaj sa i përket temës, është e vërtet se te meselja e kaderit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar në hadithin sikur se e përmendet se innal qadara wad du'a yatasara'ani fi as-sama, se kaderi dhe duaja do thot zihen dhe konfliktohen me vetën në qiell, e cila për tyre fiton ajo ndodh. Kuptimin që besimtari duhet ta lut Allahun vazhdimisht, o Allah ruajm për të këqijave, Allah jepëm të mira, o Allah ruajm për sherrit filanit, nëse ti supozon se ka mundësi ai njeri me të bësh sherr. Duaja e sinqert, duaja që del nga zemra, duaja me bindje, duaja në kohët kur pranohet duaja, nëse bën këtë rast dhe kaderi ka pas më ardh me të ndodhë një keqe, e pengon kjo dua ndodhin atij kaderit. Këtë rast, konflikti i duas dhe kaderit, a është kader edhe kjo është kader. Allahu në diturinë e tij absolute e din se do të shkon me të ndodhë një fatkeqësi mbi ty, por e din gjithashtu se ti do të jesh ai që i lexon mësimet fetare dhe do të bësh dua vazhdimisht që Allahu me të ruajt, me të mbrojt për këtyre sherrave, edhe kimi bë këtë dua dhe Allahu ka më mbrojt për këtyre sherrave, edhe kjo është kader dhe domosdoshmë është dituri e Allahut absolute. Kështu që nuk ka ndonjë, domosdoshmë. E treta, çfarë duaje? Nuk ka dua të caktuar. Çfarë do duaje që ti e bën në mëngjes, në drekë, në mbrëmje, që Allahu me trujt për sherrit, për të këqijave, për fatkeqësive, për të ligave, për njerëzve të këqij, për pushtetit të keq, për zullumit të njerëzve, edhe ti e bën këtë dua, edhe bëhet sebeb kjo dua, nëse bëhet kabull te Allahu me mbrojt domosdoshmë për atyre sherrave që Allahu e din se kanë pas me të ardh, me të ndodh, por shkaku i duave të shumtë që ti i ke bë, Allahu i ka ngrit ato sherra dhe nuk ka leju që ata të vinë mbi ty. Pyetja tjetër është kjo. A është e vërtetë se nëse martohesh me një grua në dynja, nuk do të takosh atë në ahiret? A është e vërtetë që nëse dikush martohet me një femër në këtë dynja, atëherë ai nuk do të takon më atë femër në botën tjetër? Unë e kuptoj që do i kenë gratë e këqija e më mirë mos mi taku ma, ama për shembull ka njerëz të cilëve nuk i mjafton veç një jetë me atë grua apo femër, edhe kanë qef që edhe njërin pas kësaj dunjaje të kenë të dashur pranë vetes. Shumë më intereson kush din, le të më kallzon kush është më rëndësi për mua. Nuk është e saktë. Kjo informatë që e ka ky pyetës dhe parashton, nuk është e vërtetë. Besimtari, gruan që ka pas me veten jetën e dunjas, do të ketë me veti edhe në jetën e ahiret nëse ajo është besimtare dhe është të devotshme. Përkundrazi, dhe sikur se e ka thonë dhe pyetësi, do të një njeri që e don një grua dhe jeton jetë të mbarë dhe jetë të lumtur me të në dynjë, dhe janë dy të besimtar, ata dëshirojnë të jenë bashkë edhe në ahiret, edhe atë dëshirë Allahu ka për t'ia plotësuar dhe nuk ka për t'i nda. Nëse ndodh që burri është besimtar, e gruaja jo besimtare, atëherë do të ndahen për shkak besimit dhe mosbesimit. Dhe dashuria në këtë rast nuk mund të ndihmon as gruas për ta futur në xhenet burrin jo besimtar, e as burrit për ta shtirë në xhenet gruan jo besimtare. Si ka bëu dobi pejgamberëve të Allahut, as Lutit alayhis salam si ka bëu dobi, se është pejgamberi i Allahut për ta shpëtuar gruan e vet. E as faraonit si ka bëu dobi, gruaja e tij besimtare Asia që ta shtin në xhenet faraonin. Kështu që
Nëse kemi besim burri dhe gruaja, ata siç janë bashkë në dunjë kanë me qenë bashkë edhe në ahiret. Por nëse njëri ka besim tjetri jo, atëherë domethënë siç i ka da besimin dunjë i ndan edhe në ahiret. Por nëse janë besimtar, atë do të jenë bashkë, edhe do të jetojnë jetë të lumtur, të këndshme, bile besimtari, muslimani, që do të jeton me gruan e vet në xhennet. Dhe do të ketë huria, gruaja e vet do të jetë më e bukur se huriat, a huriat janë shumë të bukura që nuk përshkruhet bukuria e tyre. Gruaja e vetë ka më qenë edhe më e bukur, edhe ka më qenë mbretëresha dhe zoja e pallatit të xhenetit, dhe huriat kanë më qenë në shërbim të dyve, edhe kështu që edhe kënaqësia e burrit me huriat ka më qenë më e vogël se sa kënaqësia e tij me gruan e vet, dhe kështu që ky konstatim është i gabuar, e saktë dhe vërtetë është kjo që na tregon Kur'ani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pyetja tjetër me radhë ashtu, si mund të përdor misvakun? Kam blerë në xhumën e kaluar dhe nuk i të përdor. Misvaku është një ranj e një pemë ose druri që ka emrin arak. Dhe ajo është fije. Ja hek do thot lëvorën, edhe pastaj ato fijet i fërkon me to dhomën, sikurse brusha, nuk ka ndonjë filozofi. E përdor në mëngjes, mund ta përdorish në drekë, para gjumit, gjëja që mendon se ka nevojë e përdor, kur të vjetrohet ajo pjesë e përdorur e kaput me thik apo me gërshon, edhe vazhdon në mundësi ta përfundosh gjithë atë do thot pjesë të misvakut që ti e ke me veti dhe e përdor. Për çka është ndaluar të lutet muslimani? Ndalohet kërkon vdekjen, ndalohet kërkon sherrin, ndalohet kërkon smundjen, ndalohet kërkon luftën. Këto gjëra i ndalohen besimtarit. Don kësijat, kurse të mirat çka duhesh lutë Allahun. Lutë për të mirat e dunjas edhe të mirat e ahiretit. Një ditë për ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon në vizitë te një shok i tij i semur. Kur shkon dhe e shef të semur, ishte zvogluar, kishte met asht e likur dhe ishte bërë i vogël sa një zogës. Ju dhimt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e pa dhe i tha: "O njeri, ç'pas ka ndodhur me ty? Pse kaq i semur dhe kaq po vuan?" Tha: "O i dërguari i Allahut, unë e bëja një dua dhe thoja: O Allah, të gjitha ndëshkimet, belat që mund të më çosh në ahiret më çon dunjë." Duke menduar ky se i kalon dunjë e pastaj në ahiret vetëm gëzohet edhe jeton i lumtur në xhenet. Dhe Allahu më dërgoi tha këtë sprov. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "O njeri, a nuk dije të luteshe, duke thonë: O Allah, më jep të mira në dunjë dhe më jep mira në ahiret. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar." Dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. Se kështu është besimtari, e lut Allahun të jep të mira në dunjën e ahiret. Jo ti nuk e lut Allahun për sherr. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: mos e kërkoni, mos e lutni Allahun për vdekjen. Nëse detyrimisht duhet të thoni diçka, të thoni: O Allah, nëse jeta është më mirë për mua, më jep jetë dhe ymër. E nëse vdekja është më mirë për mua, më merr shpirtin para se të më sprovosh. Kjo është edukata e duas, andaj mos bën dua për vdekje, për sherr, për luftë, për smundje, e për të tjera bën sa më shumë dua dhe kërko, se sa më shumë që kërkon ti, te Allahu ka edhe më shumë. A është e vërtetë se duhet të falë 2 rekate namaz për xhamin? Kam diçka të paqartë. Është shumë e qartë që namazi falet vetëm për Allah dhe për askën tjetër. Kjo ka me jargon fjalë namaz për xhamin. Namazi nuk falet për xhamin. Po në gjuhën arabe këtij namazi thuhet tahiyatul masjid, përshëndetje xhamis. Domethënë nuk ulesh në xhami pa i falë 2 rekate për Allah, jo për xhamin. Por në gjuhën shqipe, për ta thjeshtuar dhe për ta kuptuar, domethënë më qartë ose më lehtë njerëzit, i thuhet i fala 2 rekate për xhamin. Ato nuk janë për xhamin, janë për Allah. Po janë 2 rekate përshëndetje xhamis. Kështu e ka emrin ky namaz. Përshëndetje xhamis. Nuk ulesh në xhami pa i fal 2 rekate dhe namazi është për Allah, nuk është për xhamin. Pyetja më radhë ashtu. Më është bërë një pyetje për atë ditë nga një i afërm që jeton në Perëndim dhe nuk di ta ti përgjigje. Prandaj po kërkoj ndihmë nga ju nëse dini të më tregoni. Miku im më pyeti se a është e lejuar të hahet ushqimi nga mikrovalën, të cilën më herët është vendosur edhe mishi i thijut i familjes? Nuk besoj që mikrovala në cilën vendohet mish halal, pasi që ka pasur mish haram, e përlyen edhe e njollos ushqimin halal. Dhe sipas diturisë që kam unë, mendoj se është halal dhe as pak nuk është haram, por
muslimani duhet kujdeset që mos të hanë ushqim për një kuzhine ku përdoret edhe në haram, edhe në halal, edhe në ushqim të ndaluar, edhe në ushqim të lejuar, por duhet të mundohet që të hanë nga një kuzhinë e pastër që të largohet prej këtyre vezveseve edhe paqartësive që mund t'i ndodhin në jetën e tij. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Një vëlla më ka pyet se është haram dhe a lejohet për gruan që t'ju bashkangjiz xhamatit të ja falin xhenazën e të vdekurit. Andaj unë vendosë të parashtroj pyetjen që të marr përgjigje. Ose gruaja e burrit të vet, nëse i vdes burri para saj, a guxon gruaja e burrit m'ia fal xhenazën. Nëse ndodh që në xhami ku falen domethënë muslimanë, shembull ditë xumaje, dhe në xhami ka edhe gra, dhe ndjehet një xhenaze përpara, ja falin burrat dhe ban edhe gratë ja falin xhenazën domethënë burrit, nuk prish punë fetarisht. Por jo të vinë enkas në xhami për t'ja fal, do thot xhenazën. Me nëse janë aty të pranishme, ban. Edhe nëse ndodh ndonjëherë që vinë nuk prish punë, se zakonisht në xhamiat tona kur falet namazi i xhenazës ka shumë xhamat dhe smetet vend për gra. Por nëse ndodh që ato janë në xhami edhe ka xhenazë nuk prish punë me fal, edhe ata është problemi për këtë namaz që e falin. Pyetja tjetër me radhë ashtu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Deshta ta di se a mund të vërejmë se është një njeri munafik apo është besimtar i sinqert dhe si. Është vështirë ta vërejmë në kuptimin e shpejt për një kohë të shkurtër, por jeta është e gjatë dhe munafiku që është munafik në besim i del ngjyra dhe nuk mund të vdes si besimtaraj. Se e keqja që e ka në zemrën e tij dhe kufrin që e ka në zemrën e tij do ta shpije në kufre e tjera dhe ajo do të del në shesh edhe do të del sipërfaqe. Dhe nuk mund të kalon nga kjo jetë, do thotë mashtrues i muslimanëve. Por nëse është munafik në vepra, në disa cilësi, ai domethënë mund kemi na vërejmë gabimet e ai, por ai duhet këshillohet, korrigjohet e inshallah të bëhet më i mirë. Besimtari i sinqert gjithashtu mirët vesh, nëse fillim dikush e ofendon, e qorton, nuk e kupton, me kalimin e kohës, imani që ka në zemrën e tij dhe dashuria për të mirën dhe veprat e mira do t'i ndihmojnë atij që me kalimin e kohës të del në shesh se ai është i sinqert dhe nuk e ka për lavd e as për qëllime personale, por thjesht këtë që e bën për Allah, pastaj për të mirën e muslimanëve. Del shesh edhe munafiku, edhe besimtari i sinqert, por duhet pak një kohë se jeta është hapësira ku del shesh e vërteta, qoftë për munafikun, qoftë për besimtarin e sinqert. Pyetja tjetër me radhë ashtu, a lejohet që një vëlla të fejohet pa lejen e prindërve kur prindërit i ka xahila? Mvaret, nëse prindërit e këshillojnë ka e mira, djali do të ndëgjojnë prindërit e vet, nëse janë xahila. Por nëse konstatohet se këshilla tyre bien ndesh me parimet fetare, atë i lejohet djalit të martohet pa lejen e prindërve, se nuk është kusht që djalit me leje pe prindërve sikur është kusht e vajza. Domethënë, dhe për këtë shkak do thotë një djalë i ri që prindërit i japin kushte që bien ndesh me parimet fetare, ka të drejtë mos të respekton ato kushte dhe të martohet ashtu si mendon se është më e dobishme për të në dunjë edhe në ahiret. Pyetja tjetër me radhë ashtu, nëse e prishin një agjerim nafile, a bëhet vajxhib që të plotësoj këtë në një ditë tjetër? Allah i shpëleft. Kjo mesele është e vjetër tek disa dietarë të Imam Ebu Hanife rahimahullahu taala, është qëndrimi se nëse një njeri e nis një punë vullnetare dhe e ndërpret në mes pa e përfundu, i bëhet detyrë dhe obligim ta kompenzon atë vepër. Për shembull, unë nisë të falësh 2 rekate namaz nafile, dhe ndërkohë erdhi dikush dhe u detyrove ta prishësh namazin për t'ia çel derën, për shembull. Ose për të kalu ai se është kalimi me rëndësi. Ky namaz nafile që ishte vullnetar për ty në fillim, të bëhet obligim ta falësh më vonë 2 rekate. Apo shembull tjetër. E vendoset të agjerosh një ditë. Dhe në drek, thiri një familje, kusheriu, migja, daja, në drek. Dhe ti shkove dhe e prish agjerimin dhe hangre drekën për t'ja bëj qefin migjës apo daja që thirin drek. Sipas Imam Ebu Hanifes rahimahullahu taala, të bëhet borxh që një ditë tjetër të agjerosh një ditë agjerimi se e ke nis një punë vullnetare dhe e ke lënë gjysmë, të bëhet borxh ta zëvendësosh atë ditë me një ditë tjetër. Kjo është mendimi i Imam Ebu Hanifes rahimahullahu taala. Te ulemat tjerë nuk mbetet borxh. Nëse ke filluar një vepër vullnetare dhe ke lënë gjysmë, nuk të bëhet obligim të kompenzosh një ditë tjetër. Pse? Sepse është vepër vullnetare në esencë. Po arrite sukses ta përfundosh mirë, po sa arrite,
mjafton atë që e ke, dhe kjo është mendimi më i saktë, Allahu e din më së miri. A mendoni se konfliktin në linjën e mesme mund të përfundojë me paqe ndonjëherë? Po, do të ketë paqe mes ushtrisë islame dhe romakëve, të cilët do të luftojnë bashkë në koalicion kundër forcës së tretë, dhe pastaj përsëri do të ketë lufta, pastaj paqe mes muslimanëve dhe romakëve, derisa domethënë të fitojnë muslimanë dhe të vjen momenti i sundimit të kryetarit udhëheqësit të muslimanëve që do të sundohen me muslimanë një kohë të gjatë në paqe dhe në bereqet para se ndodh kiameti. A do të hyjë në xhenet personi i cili nuk ka kryer obligimet fetare, por vetëm ka dëshmuar shahadetin? Nëse ka dëshmuar shahadetin dhe nuk e ka thonë me gojë, e ka besuar me zemër dhe nuk ka bërë vepra që e shembin dhe rënojnë atë të kufrit dhe shirkut, dhe i ka besuar obligimet fetare dhe si ka mohuar ato, ka shpresë për këtë njerit të shpëton. Por nëse është falë ndonjëherë, ndonjë bajram, ndonjë xhumë, ndonjë Ramazan, ka shpresë. Nëse kur është falë, është shumë rrezik të shpëton ky njerëz, se nuk ka asnjë argument praktik që ja dëshmon shahadetin e tij. Një pjesë e ulemave thonë që ky njerëz që ka thonë shahadetin dhe beson Allahun dhe nuk e mohon dhe nuk ka bërë vepra që ja shembin imanin, edhe nëse nuk është falë, mund të shpëton. Të tjerë thonë që duhet edhe namazi për të shpëtuar ky njerëz, pra sidoqoftë, do të ka një shpresë të vogël, por është në rrezik të madh. Pse Allahu Dhul Xhelal e ka ndaluar alkoolin? Pse është i dëmshëm dhe e ka shëruar në Kur'an? Në alkool ka dobi, po dëmi është më i madh. Dhe këtë dunja sot e din se dëmi i alkoolit është shumë i madh. Bile para 2-3 muaj kishte në Tiranë një konferencë ku të gjithë të pranishëm nuk ishin musliman kuptimin fetar të fjalës, por ishin njerëz prej regioneve të ndryshme dhe ata thanë si rezume e asaj konference se dëmet e alkoolit janë shumë të mëdhaja, bile shumë pak folet për dëmet e tyre që ka. Andaj dëmi i alkoolit është i madh dhe për këtë arsye e ka bërë Allah haram ta merr mendjen, domthonë ta humb vetdijen. Allahu të ka nderuar ti me mendje dhe logjik, e ti me dorën tënde e humb mendjen tënde, do thotë lëndohesh pastaj, harxhon parë në gjëra që dëmtohesh me to, bën sherrë të ndryshme në gjendje të vdekjes, e kështu me radhë. Ja shembull tjetër konkret, aksidentet. Një pjesë e madhe e aksidenteve ndodhin për shkak të vdekjes. Do sidomos ditëve të vikendit, natën e xumës ose natën e shtunë, të gjitha aksidentet, nëse nuk kemi shumica dërmuese e tyre, vijnë si rezultat domethënë i konsumimit të alkoolit dhe për këtë shkak Allahu e ka ndaluar një gjë të tillë. Pyetja tjetër më radh thotë kështu: a duhet të marrim për argument hadithet e tjera të sakta që nuk janë transmetuar nga Buhari? Po, çdo hadith i cili transmetohet me varg transmetuesish të përpikt dhe besnik, pa marrë parasysh a janë të evidentuar në Sahihun e Imam Buharit apo jo, duhet marrë dhe duhet vepruar sipas tyre. Kjo është shëndrimi i ulemave të ehli sunetit në lidhje me këtë çështje. Vendimi islam mbi uthullën që përmban alkool. Uthulla, kur prishet alkoholi bëhet uthull. Kështu që fetarisht do prish punë, përdorimi domethënë i uthullës pa marrë parasysh a thuhet që ka alkool apo nuk ka. Se uthull për të bërë është prishja e alkoolit e pastaj shndrohet në uthull. Nëse një vajzë dhe një djalë dëshirojnë të martohen, mirë po nuk i kanë kushtet, çfarë duhet vepruar? Ato duhet bëhen nikah kuror. Me pëlqimin e babës së vajzës, me pranimin e dy dëshmitarëve për caktimin e mehrit, dhuratës së martesës bëjnë kuror. Pastaj edhe nëse rinë shtëpiat e veta, kryesore takimet i kanë halal, as takimet u bën halal, nëse ata vendojnë kuror, edhe kjo është zgjidhja dhe udhëzimi islam në lidhje me këtë çështje. A lejohet pikëllimi dhe me majt ditëzie nëse vdes dikush nga familja? Mërzia është normale. Pikëllimi është normal, por mos shndrohet në veprime që e dëmton me të njeriu, i shkuri flok, i shkyn rroba, të janë vepra ignorante. Nuk manzin kuptimin që do nuk punon asgjë, nuk flet asgjë, vetëm qan, vetëm bërtet, jo. Po mërzitesh, pikëllohesh, thu fjalë që na ka mësuar Kur'ani dhe Suneti e pejgamberit alayhis salam, pret njerëz domethënë që vinë dhe japin ngushëllime dhe ndajnë dhimbjen me ty, por asesi domethënë të kuptosh se me vdekjen e tij përfundoi dunjaja, sepse sesi njeri që ka lind ka dhe me vdek, ai sot ka vdek, nesër kemë vdek ti, nesër kam vdek unë, gjithë na kena me vdek, mirë po ajo që është më rëndësi është bëjmë vepra në të cilat është i kënaqur Allahu dhe të bëhen sebeb këto vepra për jetë të begatshme në varr
edhe të fitojmë xhenetin inshallah taala. Fërkimi i fytyrës pas duas së namaz a është bidat apo jo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bë dua nuk e ka fërkuar fytyrën e tij me duart e tij. Nuk ka asnjë argument të saktë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka bë dua e ka fërkuar fytyrën me duart e tij. Kjo është domthon qendrimi që tregon Imam Ibn Taymija rahimahullah. Por nëse ndodh njerëz me shpun, por kjo është suneti që pejgamberi sallallahu kur ka bë dua i ka ngrit duart, por nuk e ka fërkuar me to fytyrën, dhe kështu që do duhet i ikët kësaj praktike që është bë e zakonshme dhe e përhapur në mesin e muslimanëve tonë. Dhe pyetja e fundit për këtë emision, çka është domethënia dhe kuptimi i fjalës xhihad? Xhihad domethën përpjekje dhe mund. Që do të thotë përpjekje dhe mund për të ngadhnyer e mira dhe për ta mbrapsë të keqen. Duke filluar që nga zemra, gjuha, lapsi edhe dora. Domethën të gjitha këto format janë xhihad. E bën xhihad armikun me zemër, me gjuhë, me laps edhe me dorë, kuptimin me shpatë. Gjithë kjo është xhihad. Momentet caktuara, s'ke mundësi ta bësh xhihadin me shpatë edhe me dorë, e bën me laps. S'mundesh me laps, e bën me gjuhë. S'mundesh me gjuhë, e bën me zemër. Kjo është imani më i dot, por të gjitha janë këto fazat e xhihadit, sikurse ka përmend Imam Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij Zadul Ma'ad, vëllimin e tretë në fillim, ku flet për xhihadin, tregon se domethënë xhihadi bëhet me zemër, bëhet me gjuhë, bëhet me laps, bëhet me domethënë dorë, edhe varësisht prej cilës kategori që ti e bën xhihadin ndaj tij, ashtu e përdor edhe domethënë gradën e xhihadit. Kjo është edhe fundi i këtij emisioni, duke lutur Allahun xhelal vazhdimisht na bën për atyre që përpiqen dhe japin mundin për të ngadhnyer e vërtetë dhe për ta zbrapsë të kotën. Lutim Allahun të na jap sinqeritet në fjalë dhe veprat, në ditë të dobishme dhe veprat mira, të na bën të bereqeshëm kudo që jemi edhe kudo që gjendemi. Zoti ju shpëleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.